ka ekzistu të një teori që s'do të me diskutu vendimit e gjykatës kushtetuese. Diskutojnë vendimet e gjykatës supreme të Amerikës, e kasacionit Francës, e gjykatës Strasburgut, e këtu do prallazhi e kanë shit këtë teori, do me thonë. Që do të më diskutu vendimet e gjykatës kushtetuese? Do të më diskutu, do të më hapë spaku, do më hapë për opinionit me qenë i hapëm për dot me një kusht, me diskutu nga profesionist. Nga profesionist, jo nga militant dhe nga njerëz që s'marrin vesh kazanati juridik. Unë mendoj, vazhdoj me mendu që ky afati për 30 ditëve, madje edhe kryetari i gjykatës, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, zoti Asani, e ka këtë pikpamje dhe arsyeton kur thotë që gjykata e ka ngatru thirrjen e seancës për konstruim kuvendit me konstruimin e kuvendit. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Dhe më pastaj, do me thonë, kjo fillimisht duhet spjegohet. Thirrja e seancës për konstruim të kuvendit duhet bëhet 30 ditë nga certifikimi i rezultateve. Po në kushtetutë askush nuk thotë që duhet konstruohet kuvendi për 30 ditë. Andaj, kur tha Gjeki që është krejt pike presës, si thotë në kushtetutë, nuk e kemë kështu, po interpretimi gjykata kushtetuese nuk është aty për deskriptu atë që ka shkruar kushtetutë, është për të interpretuar në frymën e Germës edhe të frymës kushtetutës. Pastaj, më fal, vetëm një fjali. Pastaj gjykata kushtetuese të përgjigjet në pyetjen që e ke bë. Objekt çështës. Çka ti ke ngrit? Ti çka ke pyet? Për shembull, si ke pyet mbas. Po, si e ke pyet. Ne që jemi në këtë profesion gjatë, e dim se pyetja çfarë mundet me nxit në varësi të. Tash, veç me shpjegove se edhe pak gjek. Pra varet edhe pyetja atë që kanë adresuar. Çka ka mangësi të tjera? Çka ka mangësi të tjera, për shembull. Ky afati për 30 ditë i vendosur, ky duhet prodhoj efekte. Duhet prodhoj pasoja. Se çdo afat, do me thonë, kemi dhe avokatin këtu, ka do të pasoja në rast se lëshohet ose arrihet afati. Tash rastin konkret nuk po e sqaron çka më pastaj. Nuk e ka thënë decisivisht, po ka shku në frymën analitike. Tash, problemi është te kjo. Thotë që duhet të veprohet sipas kushtetutës, rregullores kuvendit, aktgjykimit gjykatës 2014 dhe këtij aktgjykimi. Po qëllimi i aktgjykimeve është për të operacionalizuar një çështje të caktuar. Dhe procedura është definicion që t'ja pikën se teorician më të majtë botës janë pajtu. Dhe ju po thoni se operacionalizon. Tërsi logjike e veprimeve. Shto është definicioni i procedurës, apo jo avokat? S'mund të jetë ndryshe kjo. Çto në çeta gjykim. Procedura është rrugë, do të më kallëzoj. Tërsi logjike e veprimeve, domethënë. Çato veprime të veçantë të logjikshme. Në rastin konkret, pyetjen që ka shkruar zënia Kadriu me deputetë të tjerë, mënyrë eksplicite është objekti i çështjes, kështu, edhe akti kontestuar është në çet fashën 2, dihet cili është, domethënë. Meqense këta thojnë vendim të kuvendit, kuvendi s'ka nxjerr vendim, është në transkript, në proces verbal, edhe këtu është gabim që e kanë shkruar, po megjithatë nuk flet a lejohet apo s'lejohet në çet fazë në formim i komisionit për ndryshim të votimit i fshat apo i hapur. Dhe kjo është, do me thonë, anashkalim i qëllimshëm me kënaqësi gjitha palët. Me eskivu, gjykata kushtetuese ka eskivu, nuk e ka zgjidhur problemin